anekdota kishte me qindra, por për ne, a i tregon disa që kanë të bëjnë me aktualitetin, si dhe një për Ibrahim Rugovën. Pa diskutim se anekdota ka të profileve për profile të ndryshme, për profesione të ndryshme, kryesisht tek publiku dhe tek njerëzit, më thonë, ju pëlqen ajo anekdotat kur lidhen me aktualitetin. Këtë ngërçin politik kur e shoh, ma kujton një anekdot ku një plak shkon tek e kishte me këtë mirë, tek presidenti i ndjer Ibrahim Rugova. Me najt, olën po pin kafe, po e sheh presidentin, po rrim si mazum. I dhimbët këtij. Thot mor president me vetë shkatët. Mos kena i halla na i telashe se po rrim si mazum. Jo, thot presidenti, thot, nuk kom as një halla as një telashe të emër personale. Po thot koha zgjedhjeve, ton pa kanë qef me hyp në shkam, e shkami spise ma shumë se nja. Plak i meqëm, jo, thot e kemi zgjidhe. Tha fol, këthir tha shkamin prap, tha jo, po 3 mund në ta. Edhe për këta për parlamentin, një plak ishte në mosh të vjetër, e kish met pa burni, kish rrit jetimat. Ata kur u rritu në bonë shumë zot, u bonën të pasur, ishte koha me shku në haq, njerëzit me shku në haq, edhe një ditë peshen i djallë ma zonë, thot, mëjnon qaki, thot, se të po që nuk jesot mirë me shëndet, a qka ke? Jo thot mirë me shëndet, po shkojnë tonë për haq, e unë s'po muj me shku. Po pse mëjnon nuk po shkojnë? Po në ta që kemi sanat, i kemi rënë, veç kalëzë, thot, nuk e kom, thot, për pare, po thot, e kom që nuk janë mirë pe ishnete, nuk po muna me shku, thot. Ja, që s'munë është, thot, që nuk jemi mirë pe ishnete, unë ta bëj hallën, he? Hajde, thot, me mu këtu në kërë. E mërë plakën, ishtin kërë, e qënë drenicë të kompleksja dhe mjashari. Nanë, thot, për shqiptarë, thot, këtu është qabja. Falë, këtu, thot, e ke krytë të obligimin tanë. E kreu, nona, thot, po mirë për birë, thot, thot, kom të gjuhë, thot, që do të me vizitu, thot, edhe një varë, një pejgamberi. Po, thot, non, hajde në kërko. E merë qënë në Prishtinë, në Velanit të varri i Ibrahim Rugovës. Thot, ktheu që të falë, thot, se kjo është pejgamberi jonë. Po thot, mu një blebirë, thot, kom një dhe një dishka he, thot, atje, thot, ishtë një farveni, ku pe gjushin dreqin, non, thot, po kalla e ki, hyp në kërë, e mere që në parlament. Thot, non gjuj që të se dreqin, më të masë që tu s'ka kërkon. Por nuk ishte se si të mos recitonte diçka edhe për gratë. Janë disa, po kur po flasmi për anekdotën kryesisht unë thash që lidhen me aktualitetin dhe sa këto ditë do më thonë sa i pat të mërgjimtarët. Tash është bo liberalizimi vizave, njeni shkon me gru në Gjermani. Edhe në qytet po e takon një shok të vetit shkollës mesme. U gëzun 2 qopon, tash ky që ishte në Gjermani për të sonte me orë musafirët e one. Mirë, bo dhe more qaj për thot gru, sot këto e kam thot shok të finisot, është musafirë, thot me na i boni darë. Gruas nuk erdhë mirë eq, ju preshqerja. Po as musafirë, as kësë boni zonë eq, e boni gru në darka, guja e boni darkën, edhe për thot hajde mila durët. Tash kjo i zoti shpis për thot me këtë që milojmë durët. Kjo musafirë tha pasha zoti me këtë tha pila jone, tha se ti pas ke lao mati.